Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka informuar të martën se programi i parë 3 nuk është hapur ende për aplikime. Sa pengesë po bëhet për fermerët dhe bujqësinë bllokimi i këtyre fondeve? Në fakt, lajmi mirë në këtë rast është që po flitet për i parti. Pra, ka shpresë që mund të hapet së shpejti. Lajmi keq e ka bërë rrugën e tij dhe tashmë u bëm 3 vjet që i parti është i bllokuar dhe në fakt kanë qenë, unë të përmenda pak më sipër që këto fonde kanë ndikuar negativisht për lektorin, fermerin, industrialistin shqiptar. Sepse ka qenë ca para të cilat u ngrin atje dhe nuk jepesh mundësia ta aksesoheshin nga investitorët shqiptar. Dhe fatkeqësisht ky ka qenë një problem në cilin u desh kaq shumë kohë që të zgjidhet, por lajmi i mirë është që ka dritë në fund të tunelit edhe ka shpresë dhe shpresoj mos të jetë një thjesht një lajm politik, por të jetë një vërtet në cilën shqiptarët shumë shpejt apo investitorët shqiptarë shumë shpejt të kenë akses tek fondet e Bashkimit Evropian. A janë të braktisur bujqit nga qeveria? Fakt, në skema kombëtare, mungesa e partit edhe njësor elementësh nuk e kënaqi nevojën e lektorisë të Shqipërisë. Në fakt ka një përpjekje për të transformuar dhe për të nxitur të rinj, siç ka skema kombëtare për 2026, duke vënë fonde në dispozicion tyre, duke nxitur lektorinë si një nga zërat që ka pasur trend rritës këto kohë. Pra ka përpjekje, por e theksoj edhe një herë, janë rast konkret që ju përmendet fondet e partit. Prezenca e tyre në fakt ka sjellë një boshllëk në këtë lloj investimi, në këtë lloj transformimi të lektorisë apo bujqësisë shqiptare në tërësi. Po, për blektorët, a keni informacion se çfarë është bërë me Akademinë e Barinjve që do të hapte dikur ish ministra e Bujqësisë Krifta? Jem sinqert duke qenë vetë blektor, në fakt deri tani nuk na kanë thirrur akoma të diplomohemi apo të marrim leksionet e para të akademisë.